Smak me? Qysh përfundoj ky takim a mund të Veç pak, veç vesh për ndonjë çështje. Omit. Po dini. Atëherë ishte një... A jemi gati? Jo me kot. Ishte një takim ndërpartijak që diskuton të çështjen e arshme të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, jo vetëm, folëm për gjithë politikën e arshme të Republikës së Kosovës, çështjet e sigurisë, çështjet me interes të përbashkët, e falenderova për përfshirjen edhe të buzëtit komunës Prishtinës në pozitin qendror, zotuam për çështjet të marrëveshjeve ndërkombëtare me interes për Republikën e Kosovës. Por në përgjithësi folëm pra për çështjen e arshme më të rëndësishme të presidentit dhe afatit kushtetues që po na rrjedh. Jo më pak se 10 ditë, përkatësisht 9 ditë të tek zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Raportimi i përgjithshëm është se janë vetëm dy rrugë për para. Para është duhet ose konsensus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsensus politik duhet ndërtohet në këtë 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët të vijim për të parë njërin prej këtyre dy mundësive që kemi përpara. Ka për kralje të kryer kryetar. Koalicioni do të thotë me vendosin? Po, u dakorduam që dy rrugë janë përpara, ose konsenzusi politik, ose një marrëveshje politike mes dy partive politike për çështjen e presidentit. A ka ndonjë emër prej LDK-s kryetar? Nuk përmendëm emrat, folëm për parime, folëm për shtylla potenciale të zgjedhjes së çështjes jetike të zgjedhjes së presidentit dhe shmangjes së zgjedhjeve parakoshme. Ti pjesë e procesit zgjedhjes së presidentit do të thotë pjesë e procesit, pra ato do të thonë ky takim është pjesë e procesit konstitutive, do të vronin ndonjë kandidaturë për të mundsuar sadopak edhe votimin ndonjë. Po shoqojmë ose dy rrugë, po njoftoj dy rrugë janë përpara. Por është konsenzusi politik brenda partive politike të Kosovës dhe dyta është marrëveshje politike mes partive, këtë rast mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje. Për të gjitha rastet duhet së paku 2/3 e deputetëve. Do të diskutojmë, por këto janë. Çka nuk kupton kjo marrëveshje politike? Viti 2024 bashkëtorja juaj ka hapur një kompani për tregtim të rrymës, konkretisht me emrin Ampera SPK. Na tregon se ku shkojnë të rrymë. Jo, nuk ka kompani tregtimi të rrymës. Pa vërtet. Nuk është e bashkëtorës së tuaj Ampera SPK. Nuk ka tregtim të energjisë elektrike. Me çka mirë konkretisht? Është kompani elektrike, po jo për tregtim. Është licencë e veçantë. Tani po s'është. A jepni 30 pushtim me Vjosa Osmani, zotja Abuziva dhe mbështesni atë? Ne jemi të folë për, jemi të folë për proces të konsenzusit. Pre konsenzusit dalin kandidaturat. Më pas emrat e përveçshëm. Për 2 orë nuk përmend asnjë emër, zotja Abuziva? Po tani ne diskutuam për çështjen e presidentit të Republikës dhe për nevojën për 2/3 e votave. Më pas do të flasim edhe për emra konkret në takimin tash. Marrëveshja politike nuk kupton angazhim në qeveri? Edhe një herë. Marrëveshja politike nuk kupton angazhim në qeveri? Marrëveshja politike nuk kupton dakordim për çështjen e presidentit. Në këtë fazë nuk besoj që kemi interes, as që ka interes në atë drejtim, por gjithçka është e hapur brenda marrëveshjes politike. Por edhe konsenzusi është shumë i natyrshëm, po çfarë do zgjidhje që na sjell për 2/3 e votave të vendit. A flasin në emër të 15 votave të LDK-s? Në emër të Lidhjes Edhe- Demokratike të Kosovës natyrisht e flas në emër të çdo deputetëve. A i vjen kjo që ka kalu ai hatërmbetja me Ajvanotin që u rikaqëu? Shoqani, ne po flasim për një proces të ardhshëm rreth presidentit të Republikës së Kosovës. Çështjet e tjera më pas janë çështje të interpretimit. Ishte konstruktiv në fillim në jetën e kaluar gjithmonë, është akuzuar që nuk ka qenë konstruktiv në bisedime dhe qoftë edhe në ftesat që ka bërë Lidhja Demokratike të Kosovës për koalicion. Ishte një takim përmbajtësor për çështjen e interesit nacional të Republikës së Kosovës për çështjen e presidentit. Ishte takim i mbar dhe i mirë mes dy partive politike në një çështje që duhet na përfshijë të gjithëve, jo vetëm neve. Duhet ta përfshijë dhe PDK-n dhe duhet ta përfshijë të ata. Nuk kemi folë për emra, nuk kemi folë për propozime konkrete, fillimisht pra të zgjedhim rrugën. Janë dy rrugë që duhet të zgjedhim, ose marrëveshjen politike klasike, ku partitë mes vetë prodhon bashkë për caktuar presidentin e ardhshëm, ose konsenzusin ku shikohet një kandidaturë për te marrëveshjes politike. Më pas vinë emrat. Ende jemi herët, ndonse jemi vonë me 9 ditë ku
në shkuar. Ju faleminderit gjithëve. Por të banisë na tregova si po Ju funksionon. tregova nuk është e vërtetë. Po është të funksionuar, po.